tyre është Venediko Xhallari, I cili ishte në ditët e para mbajti dhe disa fjalime dhe më pas u largua në drejtim të Gjermanisë mes disa pakënaqësive për situatën brenda në shesh. Pra, e kam fjalën këtu për organizatorët. Gjë që do na shpjegoj ai më mirë në këtë bisedë. Venedik, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje Dilber, faleminderit për ftesën. Unë quhem Venediko Xhallari, sikur e përmendet edhe ti, me banim në Gjermani. Origjinë origjinë korçar, ashtu se kam shprehur dhe në fjalimin tim në fjalën e parë ku është mbajtur dhe do të mund ta them edhe me orë, mbaj 19:40 minuta ka qenë ora kur kam marrë fjalimin. Ta nisim nga fillimi. Pse erdhët ju në Tiranë? Si erdhët? Shiko, unë isha nisur faktikisht për protestën që do bëheshe në Zvërnec për çështjen që kishte ndodhur për thurjen e atij vendi atje, dhe nga që kisha kontaktuar me çuna të cilët nëpërmjet rrjeteve sociale e kishim lënë për të shkuar në protestë dhe kështu vendosa të shkoj. Mirë po, kjo ishte e paparashikuar, e gjithë kjo situatë që ndodhi ishte spontane dhe nëpërmjet rrjeteve sociale kemi aktivizuar që të gjithë së bashku dhe kemi lënë takimin mbas asaj ngjarjes që ndodhi në Zvërnec, ku një qytetar u troq zvarr nga forca të security, nuk di se çfarë ishin ata, as vetë nëse morën vesh se çfarë ishin. Po, as nëse morën vesh se çfarë ishin ata aty dhe nuk ka të drejtë asnjë përveç policisë që është kompetente për të ndaluar dhe neutralizuar çdo qytetar, është vetëm policia kompetente për të bërë një ndërhyrje të tillë dhe asnjë askush tjetër. Të ra preja atyre. Pikërisht. Dhe unë mora pjesë në këtë në bashkëpunim me gjithë çunat që njihemi nëpërmjet rrjeteve sociale, po dhe në subjektin. Unë kam qenë dhe tani më e kam deklaruar dhe publikisht, kam qenë dhe antar I lëvizjes bashk, por tani më jam qytetar I lirë dhe nuk do të kem asnjë lloj angazhimi në asnjë subjekt. Po, pastaj erdhët u bët pjesë e protestës në shesh përpara kryeministrisë. Situata si ishte aty ditët e para? Dulber, në ditë do ta shtjelloj rrjedhimisht si ka rrjedhur situata. Siç e përmenda edhe më parë që nëpërmjet rrjeteve sociale kemi kontaktuar dhe jemi bashkuar tek drejtoria e policisë në Tiranë dhe aty ka nisur, jemi takuar unë, Bledi Çakalli, Zef Nika, Orest Berberi dhe një çuditë që nuk jam mbaj mend emri. Këta kemi qenë 5 të parët aty dhe nuk kemi gjetur askënd. Madje Bledi Çakalli më ka thënë në një moment duke pirë kafe aty, më ka thënë tiku edhe 3 vetat jemi dhe ne të 5 jemi s'ka gjë, ne do bëjmë detyrën tonë. Ashtu si na I ndjej shpirti. Sigur askush mos vi. Ora po vazhdonte, aty dolëm, kemi dalë rreth orës 18-15 minuta para drejtorisë, kemi takuar drejtorin dhe nën drejtorin e policisë, zotin Myrtaj. Ai na është ofruar dhe na ka thënë, me kë kanë folur dhe ky djali Oresti ka thënë, kemi folur bashkë për lejen e policisë të gjitha. Me lejen e protestës të gjitha këto. Madje kërkoj dhe një numër kontakti që të jemi në kontakta që të dimë se me këtë kontaktojmë nëse situata del jashtë kontrollit, nëse marrim rastin më ekstrem. Edhe I ka dhënë numrin ky djali Orest Berberi. Madje gjatë kontaktit aty kemi pasur një kontakt së bashku bashkë me drejtorin e policisë dhe më ka pyetur kush je, nga je, njërin tjetër. Dhe thash, unë vi nga Gjermania, vija postafat për këtë punë, për protestën. Dhe Edisi më ka thënë një përgjigje këtë, dhe prandaj s'të zgjata dhe do të këtë. Edisi më ka thënë një fjalë, shiko tha, dhe unë jam me ju tha, thjesht mua ndryshimin ma bën këmisha. Këto janë fjalët e drejtorit të policisë, zotit Myrtaj. Megjithatë, për të mos bërë këtu më shumë bisedë për atë ditë, në orën 18:30 ishte parashikuar protesta. Më vonë pam që po vinin dhe njerëz të tjerë, unë disa I njihja, disa si njihja nga rrjetet sociale, por dhe nga aktivizmi I subjekteve, qofshin ata të Adriatic Lapajt apo të Agron Sheajt apo të çdo lloj subjekti, që të gjithë aty po mblidheshin në çdo 10 minuta shtohesh. Në moment kam parë rreth orës 7, mbas ditës në orën 19, me thënë drejtën, shkojmë që u bëm goxha aty dhe në një moment Albeni
Beni Ideali që udhëheq për protestën sot. Thot do shkojmë tek Ministria e Brendshme, që të gjithë bashkë shkojmë aty, nisemi. Ky është e gjithë çfarë ka filluar në protestë. Dhe unë faktikisht Albeni nuk e kam njohur kurrë më përpara. Aty në protestë e kam njohur. Thjesht Oresti me Zef Nikën i kanë thënë që shiko, kemi një bashkëdhetar që ka ardhur nga Gjermania apostafat për Zvërnecin këtu dhe është e papranueshme të mos japin fjalën. Dhe në një moment kur shkojmë te Ministria e Brendshme, më jep fjalën dhe ajo është edhe në video, nuk e mohon dot askush, që thotë që është një qytetar që ka ardhur nga Gjermania, t'i japin fjalën. Dhe kështu më dha fjalën. Mirë po, që të mos të zgjatem. Unë kam ndenjur aty dhe deri të dielën në vazhdim të këtyre ditëve. Sepse nuk e kisha parashikuar që kjo situatë do shkonte këtu. Gati një javë. Gati një javë. Pasandaj jam larguar dhe kam shkuar në Gjermani, ku dhe këtu jam aktivizuar në protestat në Munich, Stuttgart, në Frankfurt dhe kudo. Okej, përpara se të shkojmë atje, tani pse ikët nga këtu? Ika sepse sepse nuk e kisha parashikuar që lej nga puna nuk kisha marrë për të ndenjur më shumë se një javë. Kështu që do të vija të konsultohesha këtu me eprorët e mi për të marrë ditë më shtesë. Madje eprori im ma ka konfirmuar dhe ka pak parë dhe video në rrjetet sociale dhe tha, pas kam një punëtor tha që ose një bashkëpunëtore tha, ka thënë më qartë, që nga dhe kaq rebel i ke ditët sa ti do rrish të shënuara dhe rrogën, madje mund të rrish sa të duash. Gjerman apo shqiptar? Gjerman, dhe Gjerman flasim një firmë me mbi 20.000 punëtor, jo 1, 2, 3, 4, 5. Po pastaj pra ju ikët në Gjermani, po këtu çfarë lat në shesh kur ikët? Si ishte atmosfera, situata, grupi, ai grupi udhëheqës ju thatë nisëm nga drejtoria e policisë, ai vazhdon të jetë aty, pra kush e kontrollon, kush e komandon? Orest Berberi, ky Bledar Çakalli, Zefi, ne të gjithë u troqëm si qytetar dhe rrinim si qytetar të thjeshtë, sepse nuk e kishim bërë këtë për të dalë dhe për të thënë që shikon ne çfarë po bëjmë për ju. Por u tërhoqëm disi dhe kush kishte megafon, kush kishte ikte në një bordur aty dhe fliste më tepër. Dhe deri diku ishim të qartë me njëri tjetrin deri në datën 3, se si este protesta. Mbas datës 3, unë besoj që protesta ose u kap nga diku, ose u përvetsua, po më qartë unë do të thoja që disa eksponent të politikës ndërhyvën midis këtyre që arritën të ekspozoheshin më tepër gjatë kësaj protestës. Dhe këtu mund të them që mund të ishte edhe Agron Sheaj dhe Adriati Klapaj, sepse do ta them kështu me sinqeritet. Kam parë dhe aktivistë Lëvizjes Bashk, të Lëvizjes Bashk ditën e parë aty, por nuk ishin aq aktiv dhe të ishin të ndërhynin aty. Madje të Adriati Klapaj ta arritën sa po rrinin si bodyguard, ka qenë një Ilir Gjemala, nuk e di si ka mbiemrin ai, po Ilir e quanin. Madje ditën e tretë të shtunë, ditën e dytë atë tretë të shtunë atë diel, tek përpara kryeministrisë, ky më ka thënë në një moment, këtu nuk është protesta për të moshuarit, këtu është protesta për të rinj. Dhe unë jam përgjigjur në mënyrë agresive aty, me fjalën karagjoz, dhe i kam thënë që të më tregosh mua ti rinin që unë kam ardhur, që ane nga kam ardhur, të kam bërë këtu një popull të tërë që të ngrihet dhe jam motivi, madje të shtunën do të jap një argument. Të shtunën e kam parkuar makinën diku te 21-shi dhe që nga 21-shi dhe deri sa kam ardhur në shesh, më beso, kush më shikonte rrugës më thonin Tiku, zotrim më thonin, po unë po them Tiku sepse nuk më pëlqen, se nuk Tiku je ai motivi që na ke bërë të shkojmë në shesh sot. Kur e kemi parë live që ka ardhur nga Gjermania për këtë kauzë që sot ky popull vuan e strapacohet, dhe të mos dalim ne që jemi këtu dhe pa bukë jemi ne të dalim shesh, i kemi këmbët tek e fundfare, më ka thënë një zotri. Madje për të qenë dhe korrekt, ka qenë një aktivist i Lëvizjes Bashk në mune semafori mund këtu tek Banga, duke kur hyn për në shesh, dhe ka qenë një çift dhe e ka dëgjuar me veshët e tij dhe më ka thënë që Tiku e pas ke bërë tha tër popullin me vete, për vete, shumë pak. Por ju thoni që protestën e mbytën. Unë besoj që protestën partitë e reja, dhe prandaj kam thënë, këta filluan që të anatemonin kë shikoni që ishte jo ose më pak i mbrojtur aty, sepse këta ishin shumë pak të gjithë, kishte 4-5 eksponent ose aktivist
Adriatic Lapajt, Agron Shejajt, pastaj më vonë kanë ardhur dhe të tjerë, por unë dyshoj që këta të gjithë kanë bërë të pamundurën që deri diku të kenë hundët kudo në kryesinë e kësaj proteste. Pra, ju po thoni që protesta nuk është më e popullit? Unë besoj dhe shpresoj që ky është mendimi im me aq sa kam parë unë që deri në datën 3-4 protesta ka qenë popullore. Mbasandaj protesta ka marrë tjetër përmbajtje. Madje janë implikuar dhe të treja subjektet e reja, ka patur të them dhe sinqerisht po të them, ka patur dhe eksponent të Partisë Demokratike që njerëzit nuk i mbas e thonë, po unë i njoh, ata mbas e s'njohin mua, po unë i njoh. Dhe të ishtë LSI-se të gjithë aty ka patur në shesh. Mirë, ata edhe si qytetarë thjesht sepse për te kishte edhe nga ata që edhe mikrofonin kishte razit ta fynin kokë. Pra, ju keni pas probleme me fjalën aty, ju a kanë hequr? Nuk a kanë Po, mua më shequr fjala, madje me shequr fjala, kur jam kthyer herën e dytë nga Gjermania, kam ardhur apostafat, si kam ardhur këtu, më kemi bërë mobilizimin me qytetarët në shqiptar, ose me emigrantët shqiptar në Gjermani, në Frankfurt, Stuttgart e kështu me radhë.